Njerëzimi është bërë shumë i ndjeshëm këto 30-40 vitet e fundit për mjedisin dhe burimet natyrore, sepse jo në pak raste është dëmtuar nga aktiviteti njerëzor. Doni të gjykoni shkallën e zhvillimit apo të demokracisë në një vend, thot një profesor i nderuar i Universitetit Berkeley në Amerikë, shikoni se si menaxhojnë burimet natyrore dhe do të kuptoni stadin e zhvillimit, stadin e demokracisë në atë vend. Dhe kjo vlen të dashur miq për Shqipërinë, më shumë se për çdo vend tjetër. Energjia ka një mungesë të plot transparence në Shqipëri në lidhje me atë që shqiptarët e paguajnë shtrenjtë. Në fakt, ka një mungesë të plot transparence me sektorin e naftës. Të gjithë e di mirë se si u privatizua Armo dhe mjafton të shohësh sot se si është rafineria për të kuptuar se asgjë nuk ka ndodhur mbas privatizimit. Dhe është po e njëjta siç ishte disa vite më parë. Mjafton të shohim dështimin e paralajmëruar të Alpetrolit për të kuptuar se kjo qeveri nuk ka asnjë vizion. Mjafton të shohësh çmimet e shtrenjta me të cilën shqiptarët do duhet të blejnë naftën nga jashtë dhe ta eksportojnë lirë për të kuptuar gjendjen se ku gjendet ky sektor sot. E pra, me njëherë mbas fitores ne do të bëjmë një transparencë të plot të këtij sektori në Shqipëri. Do të rishikojmë, do të vlerësojmë, do të monitorojmë dhe do të auditojmë veprimtarinë e kompanive të cilat kanë marrë koncesion burimet kryesore të Shqipërisë. Do të hartojmë një strategji për këtë sektor në mënyrë që mos kemi më zhvillime kuturu dhe klienteliste, por të kemi një zhvillim të qëndrueshëm dhe të leverdishëm për shqiptarët dhe jo pushtetarët. Energjia që shqiptarët paguajnë shtrenjtë, në fakt një pjesë e shqiptarëve paguajnë për një pjesë tjetër që nuk paguan fare, me një model tregu të dështuar, me një kesh falimentuar, me qindra kontrata koncesionare nga cilat shumë pak kanë filluar veprimtarinë e tyre, me një qez që në qoftë se do të kujtojmë qeverinë që e trumpetoi si një privatizim suksesshëm dhe vetëm pak kohë më parë e përzuri nga Shqipëria, gjithë e kuptojmë se në çfarë gjendje gjendet ky sektor jetik. Ky treg ka nevojë për një model të ri dhe ne angazhohemi përpara shqiptarëve që ashtu si kundër rekomandon Bashkimi Evropian ta kthejmë në një treg kompetitiv. Do të bëjmë transparente. Çdo faturë, çdo shqiptar duhet ta di se çfarë paguan, përse paguan. Do të rivlerësojmë edhe në këtë sektor kontratat koncesionare dhe do të vendosim një raport të ri midis shtetit, që sot pothuajse nuk ekziston, konsumatorëve dhe kompanive private. Do të marrim një sër masash ligjore, teknike dhe ekonomike, duke investuar mbi të gjitha në një aset që ne konsiderojmë të jashtëzakonshëm, burimet njerëzore. Burimet minerare, nga ta fillojmë, nga do jetë të humbura padrejtësisht. Në fakt, dje diskutoni me disa miq tanët librin e Archibald Kroninit, shkruar në vitin 1935. Shumë nga ju e kanë parë dhe film, dhe ju e të rinë e vështrojnë. Në fakt, do të mjaftonte të lexoje pasazhe të këtij libri, apo të shikoje pasazhe filmi, për të kuptuar se ato nuk vlen vetëm për atë qytetën e vogël në Angli, por ato vlen edhe për buqizën e vitit 2012-2013. Por ne jemi të vendosur të rishikojmë të gjithë legjislacionin që ka të bëjë me burimet minerare. Një transparencë është më se nevojshme e të gjithë lejeve, koncesioneve që janë dhënë në këtë fushë,
duke zhbërë të gjitha ato klienteliste apo korruptive. Ky vend ka nevojë për hapjen e një perspektive të re të shfrytëzimit të potencialeve minerareve, duke hapur mbi të gjitha edhe vende të reja pune. E kemi gati një paketë të tillë dhe do ta bëjmë realitet sapo të vim në qeverisje. Shqipëria një nga vendet me burimet hidrike më të pasura në Europë. Shqipëria që dikur me kromin e saj ndikonte në çmimin e bursave në përbotës. Shqipëria me burimin e dytë onshore më të pasur të naftës i ka të gjitha mundësitë që t'i siguroj dhe t'i shfrytëzoj këto pasuri që i ka falur natyra jo në interes të një grupi pushtetarësh, por në interes të shqiptarëve. Ne mundemi dhe do të plotësojmë nevojat aktuale të shqiptarëve, po kurse si, pa u hequr brezave që vinë mundësinë për të plotësuar nevojat e tyre. Faleminderit.